Mirëmbrëma dhe përshëndetje, zonja dhe zotërinj. Ritakojmë përsëri së bashku, në të njëjtin vend, në të njëjtin orar. Ne këtu në studion e RTS Kocës e ju natyrisht përballë ekranit. Emisioni Sport na bashkon të gjithëve për të ndjekur dhe mësuar atë çka ka ndodhur gjatë kësaj jave. Unë besoj se ju qëndroni besnik të emisioni dhe natyrisht i qëndroni për faktin sepse e doni sportin. Dhe sporti është adrenalin. Natyrisht, rezultatet erë janë pranueshme, erë të kënaqshme, erë fillojnë kritikat, por gjithsesi gara prandaj quhet është e bukur. Është e bukur për vetë faktin sepse tashmë kategoria e parë ka hyrë në një fazë interesante. Duket se me barazimin e Skënderbeut, me barazimin e ekipit të Pogradecit dhe me fitoren e ekipit të Laçit, duket që gara në treshe është bërë më e fortë. Natyrisht, në dy ekipet e para për të luftuar vendin e parë, e natyrisht stakohet pak Pogradeci. Gjithsesi, interesante është edhe gara në fundin e tabelës. Por jo vetëm kaq, pasi ne sot në emision do të diskutojmë më gjërësisht edhe për atë çka ka ndodhur në kategorinë e dytë, por edhe tek lojnat do të kemi lidhje të shumta, lidhje të drejtë për drejta, por para miqtë në studio ky emision nuk do të kishte kuptim. E natyrisht un po e filloj si gjithnjë prezantimin me të ftuarit e mi dhe është padysh mirëmbrëma. Padysh Tasillari rikthehet përsëri në studio. Bredon Sali, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ildi Merolli, mirëmbrëma. Petrika Vangjeli. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Takohemi shpejt, ikën java shpejt, takohemi dhe ritakohemi, flasim, analizojmë, por në fundit ajo çka japi futbollistët në fushë është vendimtare. Po, ne i ndjekim gjatë gjithë javës, pothuajse të gjitha sportet dhe mezi presim të vinë pastaj të analizojmë atë çfarë ka ndodhur. Prandaj vjen shumë shpejt java se e shtym ne. Tani interesi është për të parë si do dalin rezultatet apo sa më shpejt të analizojmë. Sa më shpejt të analizojmë. Të analizojmë. Po. Ajo është kthyer si sëmundje profesionale tash. Padysh, natyrisht kjo javë ka prodhuar emocione. Kush ka lënë më shumë përshtypje në këtë javë? Më ka bërë përshtypje, ndoshta ka qenë një dobësi e Skënderbeut. Me barazimin? Me barazimin me Korabin. Se di, mund t'i dosh kujdo ekipi ka ndodhur edhe Bajri të Mëniut para 2 ndeshjeve. Jo, shpeshherë është thënë që është një afalës i Skënderbeut. Është një afalës? Po, është. Ndërkohë që mund themi një afalës edhe i Pogradecit me barazimin me Apollonin? Po është qëndron dhe ajo e Pogradecit për arsye sepse është në një pozitë më delikate se sa Skënderbeut. Skënderbeut disi është në krye të dy ekipe që luftojnë për dy vende dhe më pas janë në krye të tabelës, diferenca e pikëve është 8 pikë midis Skënderbeut dhe Pogradecit dhe ishte një afrim tepër i madh me Kreun dhe me vendin e dytë që është Laçi. Shikoj kurse për Laçi mund të them që ka detyrë mirë, në rregull, i është afruar Skënderbeut me 3 pikë, kështu që duhet të ketë shumë kujdes. Brendon, duket sikur vërtetojmë pak ato që Petrika me skepticizmin e tij na ka thënë kujdesare, nuk do të jemi kaq të qetë. Ildi ka qenë i kundërti kur theshte jo, kemi qetësinë, po i pranon sot edhe pandushi. Në çfarë pozicioni qëndron ti? Jam shumë e këtë qetësisë për momentin, për shkak se skuadra në Korab në Peshkopi është e mundur që mund të lësh pikë. Me Korabin në fushën e tij kanë lënë pikë skuadra. Nuk është edhe një ekip nuk është dramë për më tepër me fushën në atë gjendje që ishte. Ajo që më zgënjeu paksa nga loja e Skënderbeut ishte që duke parë gjendjen e fushës, për aq sa kishte mundësi të luante, të kishte tentuar më shumë lojë nga krah dhe me krosime. Gjë që tani Gjoka deri diku e vuri në dukje në deklaratën që bëri pas ndeshjes. Por për mendimin tim nuk është afalës, domethënë lënia e 2 pikëve me Korabin në këtë gjendje. Normalisht Korabi duket atje në vend të 8-9 dhe duket si skuadrë e dobët, por Korabi unë ju kujtoj që në Korç nga 2-0 na ka barazuar 2-2 dhe kemi fituar me një gol në shtesë në minutën 93. Na javën e javë kalojmë dhe themi nuk është dramatike kjo, nuk është kjo, por tani shikojmë pikët. Shikoj, jo, puna është që edhe unë e shikoj pak të qetë situatën për Skënderbeun për shkak se barazoi Pogradeci. Nëse do të kishte do të shtonte presion. Patjetër. Dhe tani nëse ndodhet edhe një gabim, vjen dhe Pogradeci aty afër me Laçin dhe pastaj do të fillojë ajo që kam thënë që do të kemi një garë treshe dhe jo 2 ekipe. Ildi, nuk të lash për analizë, pasi të lash se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave, ku edhe regjia vendimon pikë së pari me tabelën e rezultateve dhe ndërkohë si javën e barazimeve, pasi kemi plot 4 duele që janë dalë në barazim, Besa Luftëtari 1-1, Bureli Iliria 1-1, Apollonia Pogradeci 2-2, Kastrioti Kuksi 2-1, Korabi Skënderbeu 0-0 dhe Lushnja Laçi 0-1. Ndërkohë që shikojmë tabelën e renditjes, për sa i përket tabelës, kryeson Skënderbeu me 48 pikë, ndjekur nga Laçi me 45, Pogradeci 40,
Kastrioti në vend 4-30, po 30 Regjia mund të më kalojë tabelën? Po, Eldi, mund të vazhdojmë. Bureli, po, pikërisht kjo është tabela. Në vend të 6 me 26 pikë, Besa 25, Korabi 24, 24 Apollonia, 20 Lushnja dhe mbyllin tabelën luftëtari me 16 pikë dhe Kuksi 12 pikë. Kjo është tabela, këto ishin rezultatet e kësaj jave dhe lidhja e parë më vjen shumë shpejt. Jam i detyruar për një arsye objektive të kem në linjë të drejtpërdrejtë Ervin Baku në këto çaste. Baku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ty dhe gjithë panelit tënd të nderuar. Baku, një ndryshim në dekor. Ta shikoj krejt ndryshe nga gjithë lidhjet e tjera. Po, a jemi në rubrikë sportive? Natyrisht. Duhet dhe një sfond sportiv. Ja, ky mbrapa mua më gjanë si futbollistin Stëndërbeut që bardhe kuq. Po, si shumë furi është. Si Randi të thot Petrika. Kurdo? Si Randi thot Petrika. Baku, kemi dhe në këto momente tabelët dhe besoj se na ke ndjekur, duket tani me miqtë në studio, këtë po diskutojnë pikërisht në këtë moment, duket sikur tani gara po bëhet dyshe apo e kemi dhe Pogradesin atje në një treshe? Më ikën zëri domethënë. Po, tani? Më dëgjon? Unë të dëgjoj shumë mirë. Tashi të dëgjoj mirë. Po, Baku. Atëre isha duke thënë, gara do të vazhdoj treshe, apo duke sikur tani është një shkëputur në këto metrat e fundit dyshe e parë? Gara, tashi, këtë ta kam thënë shumë për para, jo tani. Gara do të vazhdoj dyshe, po me shumë mundësi, sepse këtë javë Stëndërbeu pret Apollonin, edhe Laçi pret Besën, pra është java e fundit, dhe Stëndërbeu do t'i ketë ndeshjet e fazës 3, do të ketë më shumë ndeshje brenda se jashtë, kështu që unë shikoj që këto dyja i shikojnë superiore Stëndërbeun dhe Laçin. Natyrisht ky Pogradeci do të përpiqet të përfitojë nga ndonjë hap falc i Laçit, por nga ana tjetër nuk duhet bëj dhe hapa falc vet, siç ndodhi këtë javë në Fier. Ju mendoni se Pogradeci e bëri gabimin vetë këtë javë? Po tani, madje mori një pikë me një penallti në minutën e, domethënë ishte shumë 113 apo. Atëherë u ekzekutua, por ishte në të 97-ën. Po. Po domethënë, pra mori një pikë në fund fare. Kështu që unë mendoj të thash, për mua janë ndar 4 gjëra. Po. Gjëra e parë që Skënderbeu dhe Laçi shkojnë superiore. Po. Se kush do e marrë ato 30 milionë e lekëve të vjetra, besoj se do ta marrë Skënderbeu. Po. Gjëra e dytë që jam i sigurt është që Pogradeci do të jetë në vend të tretë. Po. Dhe që Kuksi është i rënë. Dhe kush është i rënë? Dhe për atë vendin e 4, 5, 6 janë shumë ekipe duke filluar që nga Lushnja që është me 20 pikë e ngjitur sipër, domethënë, për mendimin tim vetëm luftëtari që ka shumë mundësi të shoqëroj Kuksin në kategorinë e dytë. Nëse do të qëndrojmë te kjo që thatë ju Baku, Pogradesin me ke shikoni nga ato ekipe që të luajnë nga Superliga. Kush mund të jetë? Kjo pyetje vlen $1 milion amerikan. Dëgjoj. Po. Do të jetë një valle treshe aty deri në fund. Tirana, Bylis, Flamurtari. Nuk jam në gjendje ta them sot se kush do të jetë vendi 8. Baku do të jetë nga ato vallet me muzikë apo kështu me tak. Baku, duhet të shtosh. Duhet të shtosh edhe Vorën në valle, se do të arrëzojnë skaku vetë edhe Vora. Pavarësisht se është një ekip i strukturuar mirë, do rëzohet dhe Vora. Po ti nuk do më imponosh mendimin tim. Jo. Shtim. Po jo pra, mbaj shtim këto që të them unë, se Vora ka ekip shumë të mirë. E ka. Okej, këtu jam gati edhe të bastojmë, se edhe Skënderbeu nuk isha. Aha, sa thash bast iku, më prish. Okej. Baku e kemi disi të vështirë, regjia mundet të më mbaj pak edhe në linjë Bakun, apo nuk e kemi mundësin. Gjithsesi, të tentojmë edhe njërë, por, po Baku, më dëgjon?
Jo, e këtë vështirë. Okej. Të falenderoj shumë për të lidhje, ndofta është pak e vështirë në këto momente. Ildi, Baku duke sikur i ndau ato shkallët, i dakord? Po, deri diku jam dakord, po besoj se nuk e shikoj Pogradecin aq të dorëzuar, pasi do t'jetë edhe kjo faza e fundit, do t'ja jap atë shansin, pavarësisht se diferenca prej 5 pikësh mund të quhet e konsiderueshme, po do ta ketë atë shansin në ndeshje direkt, nëse e tregon forcën, edhe nëpërmjet vendit të dytë. Nëse e tregon forcën e mund të Pogradeci do të jetë atje, do të i ka mundësitë direkt, i ka mundësitë. Unë se mund të afrohet çik këtë javë, sepse nëse Laçi lë pikë me Besën del një barazim dhe Pogradeci fiton, vetë distanca 3 pikë është për Bureli. Pogradeci pret Burelin në Pogradec, kurse Laçi pret Besën në shtëpi. Normalisht Laçi është favorit, por që Besa mund t'i marr pikë. Nuk siç i mori Pogradecit para një muaji pak a shumë. Për pak sa na mori dhe ne. Mund të ketë Bureli është një ekip që do të jap shumë probleme Pogradecit. Nuk është ekip i keq, është shumë ekip i mirë për mua, pavarësisht se renditet në mes tabele. Dhe ironikisht Pogradeci vështirësinë më të madhe këtë sezon pa as në shtëpi, se sa duket që kjo javë do të jetë vështirë për të tre ekipet. Po, duket se do të jetë dhe javë e fundit ku do ketë një strukturë më të qartë për sa i përket diferencës pikëve, nëse se kemi një ndryshim në lidhje me një ngushtim të mundshëm të ekipeve kryesuese, atëherë realisht do të jetë një garë që do të ndahet në javën e fundit. Okej, para se të diskutojmë se ç'do të ndodhë në javën e ardhshme, le të diskutojmë pak se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave, e natyrisht për të njohur edhe pak më shumë për ekipet. Në vazhdim regjia do të më jap kronikën ku janë të përmbledhura të gjitha ndeshjet e kësaj jave në kategorinë e parë. Lutem regjia. Shenja e barazimit ka dominuar ndeshjet e javës së 21 në kategorinë e parë, aty ku nuk munguan surprizat dhe polemikat. Nga 6 takimet e luajtura, 4 prej tyre nuk prodhuan fitues, duke reflektuar drejt për drejt në renditje në prag të mbylljes së fazës së dytë të kampionatit. Të dielën Besa dhe Luftëtari u ndan në barazim 1-1, ashtu si Bureli me Ilirin, rezultate që nuk ndryshuan ndjeshëm pozicionet e skuadrave respektive. Gjirokastritët mbetën të parafundit në renditje, ndërsa Kavajasit e drejtuar nga Magani dështuan edhe këtë herë të marrin 3 pikët për ndeshjen e 4 radhazi, duke mbetur jashtë zonës play-off. Bureli nuk shkoi përtej barazimit përballë Iliris dhe rëshket në vendin e 5, duke u parakaluar nga Kastrioti, ndërsa skuadra nga Fushkruja mban pozicionin e 6. Surprizë e javës ishte ndalesa e Skënderbeut në Peshkopi në një ndeshje të mbyllur pa gola, por edhe barazimi me polemika 2-2 Pogradecit në transfer ndaj Apolonis. Nga kjo situatë përfitoi më së miri Laçi, i cili pas fitores minimale në transfer ndaj Lushnjës, ngushtoi në vetëm 3 pikë diferencën me Skënderbeun kryesues, duke lënë të hapur garën për vendin e parë. Në një javë të mbetur nga përfundimi i fazës së dytë, kategoria e parë hyn në një moment vendimtar. Barazimet e shumta kanë rihapur llogaritë si për Kreun ashtu edhe për zonën play-off, duke premtuar një fund kampionati me tension dhe emocione. Pra kjo ishte pak a shumë situata. Brendon, Ildi tha java e barazimeve. Çfarë ndodh këtë javë të fundit këtu me këto barazime kështu? E vërtet apo lufta është ndezur pak? Është ndezur pasi dhe skuadrat e fundit të renditjes, ato që mendojnë teorikisht si skuadra më të dobta në letër, po tregojnë që janë mjaft kompetitive. Madje për shembull tek rasti Pogradecit me Apolonin, Apolonia kishte rreth 7 ndeshje që jo vetëm që nuk po fitonte, duke përfshirë dhe kupën natyrisht, po që nuk po shënonte as gol, pak ishte golavazhin 0-11 këto 6-7 ndeshjet e fundit. Dhe vjen natyrisht që kthehet tu me Jego nga pezullimi që kishte në klubi, e tregoi veten dhe me Pogradecin me ato 2 gola të shkëlqyer që shënoi. Vërtet një sulmues me potencial, domethënë i ri dhe ka nuatje para portës. Dhe nga ana tjetër, Korabi si thash pritej me Skënderbeun, kurse ajo që më surprizoi ishte Luftëtari, jo për faktin që barazoi në Kavaj, pasi unë Luftëtarin e kam shprehur simpatinë që fazën e parë si skuadër dhe me trajnerin Pashën, po dhe me Devollin dhe në Korçë Vumre që është një skuadër e përgatitur mirë dhe bëri një 2 goditje në merkato që ta tentoja të mbijetesën. Dhe më bëri përshtypje domethënë me Besën, pasi Besa e ki pretendent nëse do ta kap atë, vendin e 6 në lojë është, po u duk që Besa ka dalë pothuajse totalisht jashtë objektivave këtë sezon, parëse atë vendin e 6 do ta kapsa për të shpëtuar nderin, po nuk besoj se do i vlej për gjë. Besoj duhet shtuar tu edhe pjesë e Kuksi, se edhe Kuksi po tregon. Po luan mirë shumë. Një gol i Korçari Xhixho në fundin e lojës arriti të jepte 3 pikë Kastriotit në duelin ndaj Kuksit, pasi edhe aty po shkonte drejt një barazimi,
pavarësisht se diferenca e pikëve disfavorizon, edhe ekipi i Kukësit po lufton gjithçka për të shpresuar te një mrekulli. Pra e mira e garës është që momentalisht asnjë skuadër nuk është dorëzuar dhe po jep atë kontributin e saj për ta bërë garën sa më të fortë. Kurse nga pikpamja arbitrare, dy gjëra më bën përshtypje, përveç asaj 11 metrëshit Pogradecit që u përmend edhe në media shumë këtë fundjavë, ai goli i barazimit në Burrel, domethënë goli i avantazhit atë pasi nisje i topit të shpejt nga një goditje dënimi, pa i lojtari më duk shumë i avancuar, të paktën nga pamjet që u dhanë, nuk e di si u quajt goli i rregullt ai në atë, mbase është nuk e di se jam ekspert arbitrimi. Dhe e dyta, doja të thoja edhe që doli dhe me karton të kuq edhe Tajo, përsëri në fushën e Kastriotit, pati një përplasje tension midis lojtarëve të Kukësit dhe Kastriotit dhe sulmuesi u azuar nga Skënderbeu, ndëshkua dhe ai për fat keq duhet la skuadrën me 10 lojtarë. Duke sigurisht një tension i mbartur nga ndeshja në Korçë, kur Tajo ishte pjesë e Skënderbeut, pasi e pam edhe në fushën e lojës që her pas here kërkonte një lloj agravimi me lojtarët kundërshtar dhe e kishte një lloj një tension pra të mbartur që nga duele qoftë në Kruj me Kastriotin në fushë Kruj ku pati atë zënkën mes lojtarëve, por edhe në duelet e fundit dhe kjo gjë duke se i dha një penalizim mjaft të madh ekipit të Kukësit, pasi po ti ishte me 11 lojtarë, atëherë do të kishte dhe një rrjedh tjetër për sa i përket zhvillimit të garës. Po ritheksoj edhe një herë që do t'jetë gjithmonë një gare luftuar dhe çdo skuadër do të luftoj qoftë për të larguar nga ajo zona e ftohtë, por edhe për të siguruar një lloj stabiliteti për sa i përket pjesës së renditjes. Një barazim 2-2, që shumë thanë unë dalë, e diskutuam pak. Kjo ishte për merit kundërshtarit, do pësit e Skënderbeut, apo do të analizojmë pak atë që të trajneri tha pas ndeshjes, ku ai tha, nuk e tha shumë hapur, por tha terreni, ndofta unë po shtoj futbollistët e rinj që kanë ardhur, nuk janë përshtatur. Edhe ndryshimi skemës kanë përshtypjen luajt me 4-4-2, me dy sulmues, me Beshiran dhe Gjatën. Për Skënderbeun 0-0, okej, se 2-2 doli. Barazimi Skënderbeut thash. Okej, shiko, unë prisja që blerjet e reja që mori Skënderbeut tregonin atë diferencët që ne prisim, sepse vinin lojtarë me një CV të caktuar dhe me një CV e cila kishte përbërje shumë të mirë në të. Unë prisja që ata të bënin diferencën, mirë po ishte dhe kjo puna e fushës, gjithsesi kjo puna e fushës nuk duhet jetë më një justifikim, sepse po thuaj se gjitha fushat në këtë kategori, iq 2-3 janë në këtë gjendje, kështu që nuk është më justifikim kjo pjesë. Unë prisja nga lojtarët dhe në momentin që shikoj ndeshjen e kam parë të një faqe e Korabit, dhe të gjitha komentet ishin për lojtarët e rinj të Skënderbeut, që nuk po bënin dot diferencën, ku janë blerjet po thoshin. Asnjëri nga ata nuk arriti do të bënte diferencë dhe mua kjo më shqetëson, sepse nëse ne morëm lojtar vetëm për sulmin, akoma mbrojtësit nuk po i provon trajneri Gjoka. Dhe nëse ata nuk kanë atë që ne presim, pra të na zgjidhin ato rastet e pastra, se ne këtu vuanim në fazën e parë, që shumë raste të flagrante fare ne u mbisnim. Unë për këtë menduam tani që Beshira i Gjumsi do të na zgjidhin këtë pjesë dhe po na zgjidhin këtë pjesë, okej, Skënderbeu shkon në çel. Pjesa e përshtatshmërisë. Përshtatshmërisë, pra prandaj po të them, aty luajtën 90 minuta, aty domethënë ishte ndeshja perfekte që ata tregonin diçka. Shpresoj që në ndeshjet në vazhdim të tregojnë atë CV-n që kanë dhe Skënderbeu të vazhdojë me këto hapat e vegjël drejt sigurimit të superiores. Po. Pandush, si specialist, mund të më analizosh pak se pse Skënderbeu nuk arriti dot të dilte tek fitoria? Ndoshta është edhe problemi se nga ana taktike jo gjithmonë dalim në konkluzionin e dur. Taktikisht ndoshta s'ka ecur mirë ekipi çfarë është punuar Streviti dhe me çfarë ka kërkuar trajneri në fushë. Duke qenë se edhe vetë tha që duhet të ndryshonim taktikin në mes të lojës, duhet të luanim nga krahët dhe të krosonim drejt qendrës. Unë jam pak kundra për pjesën e terrenit në lidhje me Petrikën, për arsye sepse terreni është kryesori ku duhet të luajë një sportist. Dakor, unë prandaj po them, çu janë fushatani duhet të unë për vete e quaj justifikim deri diku normalisht. Okej, përpara kësaj, të ndalem pak përpara kësaj. Duhet të ndryshonim skemën
Po ndryshoj o s'kemë ti e ke në dorë. Unë e kam në dorë. Mirë, varet nga lojtarët që ka. Po lojtarët që ke, ti përgatit 2-3 skema, edhe në momentin që duhesh ndryshuar skema, ndryshoj skema. Po s'ka që qenë, sepse skemat në stërvitje bëhen në bazët të kundështarit që ke përpare. Po. Dhe varet në çfarë fushë mund ta ketë marrë ndeshjen e fazës së parë fjala vjen kur ndeshja luajtur në fushën e Skënderbeut. Me pak fjalë thoni që terreni ishte ai pikë. Është një faktor kryesor për mua. Okej, Gjoka ka vazhduar më tej duke thënë analizën e tij që ashtu siç jeta e paparashikuar ashtu është edhe futbolli. Kur i ka thënë se e keni të sigurt tani Superligën, kur ka pyetur gazetari ka thënë jo, asgjë nuk është e sigurt dhe detyra jonë është që ne duhet të fitojmë çdo ndeshje. Normale se nuk mund ta ngrej ekipin. Jo, dakor, tani, shko, ka një bazë këtu ishte pyetja ime. Ka një bazë që Gjoka thotë nuk ka mbaruar asgjë, është garë vështirë? Po patjetër. Ti më fal, nëse do të ishe ti trajneri Skënderbeut, e thoje do të fjalë që ne jemi të futur ose ne kemi mbaruar? Të flisë i sigurt, në asnjë mënyrë. Si? Prandaj po them, ore. Matematika ta lejon edhe 20 pikë para. Unë këtë do ta thoja kur të ishte ndeshje parafundit dhe të isha 4 pikë larg vendit të dytë. Po dakord pra. Tani nuk e thua dot se futbolli ka papritur. Pra Romi përmendi diçka diplomatike, domethënë e kapi në aspektin diplomatik të saj, që ashtu i takon të thotë, jo, ai nuk e ka, po nuk e ka vërtet të sigurt ngjitjen. Nuk e ka sigurt ngjitjen, por le të marrim tani një opinion pasi kam në lidhje të drejtë për drejtë një prej ikonave të gazetarisë sportive Dëfrim Tasanin. Dëfrim, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndetje ty dhe gjithë të ftuarve në studio. Thash në hyrje të emisionit një prej ikonave, por do të shtonja dhe kryeredaktori nga një ndeshje në tjetrën. Dëfrim, nga një ndeshje tjetër nëse do të kalonja pak shpejt me ju në këtë javë në kategorinë e parë, çfarë do më evidentonje dhe këtë do të quajë ajo që është pjesë e garës për sa i përket tre ekipeve të para? Janë në garë realisht për të drejtuar finishit ashtu gjoks për gjoks, apo do filloj të bëhet kjo diferenca në metrat e fundit? Mendoj që janë në garë. Barazimi i Skënderbeut në Peshkopi natyrisht që e ka rihapur pak garën, pavarësisht diferencës që ka me skuadrën e Laçit, që është ndjekësi më i afërt. Gjithsesi, edhe falë rezultatit të Pogradecit, mendoj që e ndihmoi edhe ky rezultat, por Skënderbeu natyrisht që është një ekip që është i dënuar në kuptimin e mirë të fjalës për të dalë në superiore, sepse shtëpia e Korçarëve është superiore dhe nuk e imagjinoj në pozicion tjetër këtë qytet, që për mua ruan shumë kujtime, shumë histori, shumë kulturë, shumë traditë dhe shumë cilësi në futboll, që në kohën përpara por edhe në kohët e sotme. Dhe unë mendoj që është detyrim për çdo futbollist të Skënderbeut dhe trajnerin Gjoka dhe presidentin dhe për çdo kënd aty që të ngjitet në superiore. Pra është detyrim, nuk është thjesht dëshirë për Korçarët. Dhe unë mendoj që edhe pse kemi java akoma në kampionatin e kategorisë parë, mendoj që Skënderbeu do të jetë njëri nga ekipet që do të puthë superioren dhe do të jetë një skuadër që do të ringro zemrat e sportazëve korçar të ftohura në fakt që kur ky ekip ra dhe dihet se si ra, se nuk ishte skuadër për të rënë nga kategoria edhe vjet. Rëndësishme është që është ruajtur Boshti, edhe që keni një trajner që guxon, siç është trajneri Gjoka i cili ka arritur të fitojë trofe. Keni edhe një skuadër pra që ka kualitete, ka sportdasin me vete gjithmonë. Kjo është e veçantë e Skënderbeut. Elbasani dhe Korça mendoj që janë dy qytete që e kanë ruajtur. Dëfrim, jo gjova me vëmendje dhe thatë Skënderbeu do kap Superligën. Mos vallë, nuk më thatë në vendin e parë ose kampioni do kap Superligën. Duket keni pak dyshime apo besoni se të dy me Laçin ose edhe me Pogradecin mund të jenë ekipet që do të kapin tek titulli kampion? Unë nuk dyshoj të Skënderbeu. Natyrisht ky barazim nuk do të thotë që Skënderbeu nuk vlen. Barazimi në Peshkopi duhet përmendur fakti që Korabi është një skuadër e vështirë në fushën e tij. Rrallë skuadra kanë arritur të marrë rezultat pozitiv. Madje para një sezoni ka patur një rekord që kishte afro 2 vite pa humbur në shtëpi. Por gjithsesi, unë them që Skënderbeu ka akoma resurse dhe gara vazhdon. Kampionati natyrisht që ka dhe javë të tjera dhe ai duhet ta ketë çdo ndeshje, duhet ta ketë finale, trajneri Gjoka dhe Skënderbeu. Pavarësisht se është në krye, duhet të mendoj që s'është në krye. Pra, e rëndësishme është që çdo javë ti duket si javë e fundit Skënderbeu.
në kuptimin që duhet luftoj. Çdo ndeshje duhet të marrë 3 pikë, sepse vetëm atëherë ka sigurinë. Gjithë ti mundi që ka bërë nuk duhet i shkoj kot. Ka bërë një mund gjithë të kampionat, gjithë të javë, dhe është gjuna që ta prish gjithë të kalat ndërtuar. Ndaj Skënderbeu është i detyruar të fitojë çdo ndeshje. Nuk duhet të toleroj. Ju natyrisht keni përvojën. Po, keni përvojën e dur dhe natyrisht përvoja juaj nuk të le në bartë, nuk të le të gabosh. Unë kam diskutuar shpeshherë me miq që kam pasur në studio, specialist, gazetar, dhe të gjithë ka qenë në unisonin që ky Skënderbeu i këtij sezoni, përveç këtij fakti që duhet të kalojë në Super League, duhet të jetë një prej atyre ekipeve që duhet të mendojë për Super League në sezonin e ardhshëm, e pse jo për kompeticionet europiane, pasi në vitin tjetër Skënderbeu e mbyll atë dënim 10 vjeçar. Po, hiqet dënimin në pranverë mos gabon. Hiqet dënimin. Po, hiqet në maj, në maj. Në qershor, kampionati ndërkohë ka mbaruar, hidhet edhe shorti për ekipet që do të jenë kompeticionet europiane. Pra, ideja ishte këtu të Frim. Duhet të përgatitet ky Skënderbeu që këtë sezon për të qenë në atë 4-shën? Po, unë mendoj që Skënderbeu nuk duhet mendoj thjesht për të dalë nga kategoria e parë superiore. Duhet mendoj që të jetë një ekip protagonist në superiore dhe një ekip që të rikthehet në Europë. Për mua Korçarët natyrisht që gjithmonë kanë dhënë shembullin pozitiv dhe uroj që edhe këtë herë ta japin shembullin e tyre më të mirë që në edicionin tjetër të jenë një skuadër jo për mbijetesë, por të jenë një ekip që të pretendojnë Europën dhe të rikthejnë dinjitetin e nëpërkëmbur. Të Frim, do të ishte shërbimi më i madh që Skënderbeu do t'i bënte vetë qytetit të tij. Sepse gjithmonë futbolli është imazh qyteti, është imazh i një treve, i një historie që ka vetë klubi i Skënderbeut, sepse jam i bindur që jo se jeni ju korçarë, edhe dua tani t'u them për të ndarë me ju një lloj vetkënaqësie, por jam i bindur që në çdo qytet ku unë kam vajtur, nga përvoja që kam 35 vjeçare, gjithmonë ku flitet për Skënderbeun ka respekt. Ka respekt nga çdo skuadër, nga çdo sportdash, nga çdo tifoz, sepse natyrisht që Korça ka qenë gjithmonë qytet që ka dash futbollin dhe ka dhënë më të mirën, jo vetëm për veten, por për gjithë futbollin shqiptar. Frim, ju natyrisht keni njohje të mirë të kategorisë së parë për shkak të punës, për shkak të profesionit, për shkak të lidhjeve. Mund të më thuash pak si shikon nivelin dhe cilësinë në këtë sezon në kategorinë e parë? Natyrisht që janë disa skuadra ku është investuar që kanë aromë superiore. Për shembull është Skënderbeu, por dhe Laçi, deri diku pati ca kohë, ca javë Iliria e Fushkrues, në fakt që është një skuadër ku është investuar, por dhe Pogradeci. Pogradeci ka investim shumë serioz. Dhe ndoshta mund të jetë një ekip që do ta kërcënojë Laçin deri në fund. Pra një ekip që do të pretendojë nga java në javë për të qenë në superiore. Dhe sezoni që shkoi ishte shumë pranë, pra kategoria superiore për Pogradecin, është humur e dim tashmë në ndeshjet e play-offit. Kështu që unë them që do të jetë gjithmonë një kërcënim. Por Laçi ndihmoi shumë rezultati që mori këtë javë ndeshje. E ndihmoi dhe ato 3 pikë ishin të arta mendoj për laçanët. Dhe natyrisht edhe frenimi që bëri Pogradeci, duke lënë pikë, por dhe vetë Skënderbeu në Dibër i krijuan një avantazh Laçit për të marrë frym dhe për të patur një tjetër frymëmarrje, pra për të qenë një skuadër që tashmë e ka më të qetë veten aty ku është atë pozicion. Ndërkohë, si e shikon fund tabelën? Fund tabela është pak a shumë do të jetë e kristalizuar apo mund të presim surpriza? Kuksi më duket një ekip i dorëzuar. Po. Dhe më vjen keq që Kuksi u dorëzua pikërisht në momentet kur Kuksi u bë me stadium, u bë me shtëpi futbolli. Por ashtu era edhe rrethanat, pra që kur dihet historia e presidentit Gjitsi pastaj dhe ata që e morën dorë natyrisht nuk është se bën më mirë. Pra bën më keq sepse përderisa rezultatet janë negative, do të thotë që nuk kanë ditur ta menaxhojnë skuadrën e Kuksit. Por edhe luftetari, unë kam patur tjetër pritje për luftetarin e Gjirokastrës, kam bërë 2 reportazhe atje sezonin që shkoi dhe kishte shumë dëshirë nga kryetari i bashkisë, por dhe disa donatorë që ishin pranë skuadrës dhe mendova që këtë vit, pra nga kategoria 2 që erdhën të parën, mendova që do të jetë një skuadër që do të luftojë dhe do të pretendojë, por jo, kanë mbetur në ato kornizat e vendeve të parafundit, po kështu edhe skuadrat pastaj që do diskutohet mes Apollonis, që është një ekip që natyrisht edhe Lushnja janë skuadra që rrezikojnë, por këtu në Vallë është dhe Korabi. Pra janë skuadra përveç Burrelit dhe Kastriotit, mendoj që gjithë të tjerat poshtë janë në Vallë, është një kampionat brenda kampionatit.
sa i takon Ronjës. Ndërsa në krye kemi një treshe që lufton për superioren, ku natyrisht mua më duket që Skënderbeu, natyrisht duke e marrë ndeshjet seriozisht, është një ekip që ka ekip për të qenë superiore. Pra është një skuadër që e meriton të jetë në vendin e duhur në kategorinë superiore. Dëfrit, falenderoj për të analizë të theluar dhe që i bëre gjithë kampionatin dhe besoj se do të ritakojmë dhe herë të tjera së bashku për të diskutuar më gjërësisht. Faleminderit Dëfrit Metasani për Faleminderit, ju përshëndes të gjithëve në studio, përshëndetje për ty, për drejtorin e Rrethës Korçës, zotin Sadu Shylli dhe për gjithë sportdarësit korçar që kanë qenë dhe mbetën modeli i tifozërisë në Shqipëri. Dakor Dëfrit, edhe ti je i dashur për korçarët. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Kishim Dëfrit Metasani në lidhje të drejtë për drejtë. Padysh, bëri një analizë Dëfrimi, duket sikur tani konkluzionet fillojnë dhe janë të njëjta, kjo për faktin se filluan të kristalizojnë gjërat? Jemi në drejt fundit kampionatit, kanë kaluar 2 faza, dihet kush është lart, dihet kush është poshtë. Mirë, megjithatë kjo s'na pengon të bëjmë një analizë. Patjetër. Jam dakord për pjesën e Kuksit që unë them, edhe unë jam i të njëjtit mendim që i ka prej shpresat. Pastaj për një vend më lart Kuksit ka ekipe të tjera. Ka diskutime. 4 pikësh diferenca midis. Rikthehej përsëri tek Skënderbeu. Kush do fjalë? Jo, doja të shtoja diçka, nuk e di ti të shtosh, por regjia ndërkohë më jep edhe pamje nga kjo ndeshje për të parë edhe atë që ne thamë, terrenin, grindën e ekipit kundërshtar ose diçka tjetër. Lutem regjia ma shoqëro pak me pamje. Mos harrojmë që Skënderbeu i këtij sezoni. Po mirë, më nuk më duket fusha e keq. Duhet ta pranojmë që po luftoni vetëm. Ndryshe nga skuadra si Llaçi apo Pogradeci që i kanë 2-3 aleat në këtë edicion. Skënderbeu në këtë sezon është i vetëm dhe mjafton të bësh një paralelizëm. Edhe një si që ke punë Alianca. Skënderbeu se më përshpëtoj. Është i vetëm. Është i vetëm në luftë. Këtë po, pra në çdo ndeshje që shkon në transfer kryesisht. Ku shikojmë Alianca? Po Alianca mjafton të shikoni ndeshjen Bureli, Llaçi apo Korabi, Llaçi. Nuk është i njëjti impenji. Korabi Pogradeci, Kastrioti Pogradeci, pra këto janë fakte të pamohshme. Po ne na bën çudi ku e gjeti Pogradeci mik Kastriotin tani. Edhe Korabi. Apo dhe ekipet të tjera, ndërkohë që për Skënderbeun të gjitha ndeshjet ja, bëre lidhje tamam. Tani po që bëre lidhje tamam. Apo edhe Iliria Llaçi, duke qenë se kanë ato afrimitetet me njëra tjetrën për sa i përket pozitave gjeografike. Një pyetje kisha, pse Alianca Skënderbeu Llaçi nuk të duket korekte? Në këtë sezon. Jo, s'kemi parë deri tani. Skënderbeu me Llaçin me njëri tjetrin. Po. Pam një 3-4 kartonat kuq, mos gabojnë. Ajo ndeshja në Llaçi 2-1 u anulua goli me VAR në fund, ajo ka qenë ndeshje goxha luftare. Dhe këtu në Korçë Llaçi mbeti me 10, kemi fituar me një gol të Gjinit në minutën 85. Jo, këtë e them me bindje që Skënderbeu deri tani po lufton vetëm, kjo është edhe unë me ty. Me çfarë kemi parë, kupton? Pastaj se çfarë ndodh më mbrapa është për të diskutuar. Por nuk shoh të njëjtën gjë me skuadrat e tjera pretendente. Kryesisht me Llaçin, por edhe me Pogradecin. Të kalojmë pak tek emisionin tash e them. Do thellojnë këto Alianca apo do të jenë më të cekta? Se di si do të shkojë situata, prandaj nuk parashikojmë dot asgjë për pjesën e së ardhme, sepse edhe këto ekipet që janë në fund po luajnë në një mënyrë të cila domethënë Kuksin unë shikoj shumë më mirë se sa ç'ishte nëse në pjesën e parë të sezonit. Luftëtarin po ashtu Korabi Kastrioti nuk është i dorëzuar, edhe për këtë ka bërë merkaton janar, ka marrë trajner Kadiun, ata do luftojnë, kanë marrë drejtues të rinj, drejtor sportiv të ri dhe besoj se do t'i luajnë shanset e tyre. Çdo ndeshje ka. Dakor, kisha një pyetje. Çfarë po bëhet me këta 3 futbollistë? Të paktën nga informacioni që un kam si Randi, Luka Vazquez edhe Baba Musa, kanë marrë vizat por digje më shumë? Jo, nuk digje më shumë, sepse mund të thash, unë nuk do të hyj fare kësaj pjese, sepse më duket jo profesionalizëm nga ana e klubit por dhe lojtarëve. Domethënë duhet ishin marrë masat që këto gjëra të ndodhin më përpara dhe nuk më intereson fare tani në momentin që një futbollist vjen edhe ka 4 javë që ka filluar faza dhe nuk vjen. Kocat ju tash e previ vizën apo nuk e previ vizën ajo, e mori as e mori klubi, duhet kishte marr masa, lojtari vet duhet kishte marr masa, po kush e di se si luajnë, se si po shikosh primar është lojtari për mendimin tim, sepse vizën ai e di se sa e ka.
Jo, po këto lloj gjërash menaxhohen nga klubi dhe klubi e di, ke dokumentacione, ke dorëzuar në federat, ke bërë gjithë procedurat. Mund të ndodh me një lojtar të shpëton, po të ndodh vit për vit, kjo nuk është profesionalisht. Çështje pa kujdesie. Pasi ka dhe një problem, sepse janë në disa shtete që ne nuk kemi ambasada. Dhe procedura... Pse nuk i ndodh Partizani, Tiranës, Dinamo, lojtar afrikan dhe në Superligë dhe në kategorinë e parë nuk kemi vetëm ne lojtar afrikan, dhe në Superligë dhe unë atë do thosha, dhe në Superligë dhe në kategorinë e parë, këto vitet e fundit për shkak të heqjes dhe limitit të tuajve, numri i lojtarëve tuaj veçanërisht atyre afrikanë është rritur shumë. Ja ku i ka dhe Bylisi dhe këto, po si vinë Bylisit me vonesë. Bylisi ka 9 vit, mo. Ne kështu na ndodhi se nuk vjen vit, nuk bëhet çaveti. Edhe kur filloi sezoni Ramos në nëntor. Që këtu ka problematika të cilat po ndodhin vit pas viti. Madje na ndodhi edhe kur ishin Skënderbeu. Edhe sikur të vinë, do vinë, do duan një muaj minimumi kohë sa të vinë në formë. Si na akoma që s'ka erdhur në formë. Pikërisht këtë desha të thesha. Sa ndikon kjo bandosh këto tre futbollistë që nuk janë në ekip ose edhe rikthimi i tyre nëse ndodh në këto momente, duhet të paktën ajo koha kurikulum 4 javësh, 5 javësh diçka e tillë që ata kanë humbur fazën përgatitore të klubit të dimrit. Po jo, se ka një gjë të kështu punojnë. Ata jo vetëm fare, ata kanë humbur deri dorësh me minuta të fizuara pas. Punojnë me një plan online kështu. Ajo është të thjeshta për të mos dalë jashtë forme fare, se po dole ashtu pastaj po e le veten fare pas. Ajo është për ne që jemi sportistë aktiv, që të mbajmë trupin në formë, po jo për ata. Jo për ata me këto online. Veri Piketa online. Por shikojmë se çfarë na thot Albert Aliko, i cili ka ndjekur të ndeshje ka në Peshkopik, e ka ndjekur nga afër dhe mund na jap një informacion më të detajuar të kësaj përballje. Aliko, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje Romi. Gjithashtu edhe për të ata të ftuarit e tu që ke prezent aty sot. Faleminderit Aliko. Atëherë, ne diskutuam pak në studio dhe unë po e nisem pasi ju e keni prekur nga afër dhe keni parë gjithçka. Po e nisem ratë të parë me terrenin atë ndeshje. Si ishte terreni? Atëherë luhesh java e 21 në kampionati kategorisë së parë, ku skuadra Korçare Skënderbeu kërkonte patjetër në këtë sfidë të merrte pikë maksimale në mënyrë të vazhdonte ritmin e saj drejt fitores, por duke pasur parasysh që afër skuadrës Okej, Aliko, analizuam këtë, por do desha të më thuash pak si ishte terreni atje. Atëherë, terreni ka qenë shumë i rënduar, e vështirë për skuadrën Korçare me lojtarë cilësoj që din të luajnë topi poshtë, ishte shumë e vështirë, e rënduar nga jashtë, duke sigurisht e fusha normale për një do luesh në një takim mjaft i bukur, ishte e kundërta, pasi ishte tepër e vështirë për skuadrën Korçare. Gjithsesi, ka qenë një takim mjaft i luftuar nga të dyja skuadra, si për Korçare ashtu dhe për vendasit të Korabit. Sa i përket rasteve, Berti, e ju keni mbajtur shënimet tuaj, kush kishte më shumë raste për shënim? Skuadra Korçare ka qenë më pranë goli, po që nuk janë shfrytzuar ashtu siç duhet, nuk ka gjetur qetësim përballë portierit të skuadrës vendes. Po të kemi parasysh, sepse në skuadrën e Korabit ka lojtarë mjaft cilësor, po të ketë parasysh që në majtë të sulmit është Taulan Marku, është golshënuesi më i mirë i kampionatit të kategorisë së parë me 2. Megjithatë Skënderbeu nuk çdoi në këtë pjesë për sa i përket mbrojtjes. Pra ju thoni që problemi për të mos arritur fitoren ishte pikërisht sulmi. Po problemi mungon njeriu gol, që e një kuadratin e portës. Te kjo mungon te Korça. Rastet janë krijuar të shumta, nuk arrini dot të gjeni qetësi përballë portierit. Gjithsesi, në një ndeshje të vështirë, objektivi i skuadrës mike ishte për të marrë të paktën nga një kundërshtari që është në vend të parë dhe udhëheqë kampionati kategorisë parë, siç është Skënderbeu, kishte një vlerësim maksimal nga skuadra, nga stafi vendas, po gjithashtu edhe nga tifozëria e zjarrtë të skuadrës. Pra kishte ndikim dhe tifozëria. Faleminderit Albert Aliko për informacionin që më dhe në këtë lidhje dhe besoj do të jemi përsëri së bashku. Faleminderit. Po Brendan. Ajo që dua të cek, nëse ndeshjet e kaluara dhe javët e kaluara kemi folur shumë për problemet në mbrojtje të Skënderbeut, në një fushë si Korabit dhe me një kundërshtar që sidomos unë prisja të na vinte më shumë në vështirësi në lojën në ajër, duke parë dhe shtatlartësinë dhe karakteristikat që zakonisht i shfrytëzon Korabi këto, duke parë dhe terrenin. Çuditërisht ishte Skënderbeu që në momente të caktuara po luante më shumë në ajër dhe Korabi u mundua vetëm sidomos pjesën e dytë me 2-3 raste kundërsulmesh, po përgjithsisht Skënderbeu me goditje nga distanca tentoi
ta arrinte të shkonte te goli, ka qenë një goditje dënimi pjesën e dytë që për fat keq arriti të prite nga portieri Korabit, sepse ajo ndeshje vetëm në këtë lloj mënyre mund të jo me goditje standarde ose me goditje dënimi ose një goditje nga distanca që mund të shkonte drejt rritës, pasi jam i bindur që me atë terren që ishte në zonën e Lepsis po të gjuaj topi tokazi mund të mbetej edhe atje dhe po të ishte me port të mbosh ndoshta. Humbiste fuqinë. Humbiste shpejtësinë dhe forcën topit. Jo, për të dyja dhe po them, duhet t'japi meritën në këtë rast sepse Ramosin dhe ashtu siç kemi kritikuar për gabimet kur ka bërë penalltia me luftarin apo ndeshje të tjera, këtë ndeshje, domethënë Ramos dhe Gift, sidomos më kanë pëlqyer jashtëzakonisht pasi kanë ndërprer kundër sulme, i kanë paraprirë aksionit, e kanë ndjekur kundërshtarin në duel 1-1, nuk i kanë lënë të marrin frymë dhe në goditje standarde kanë qenë shumë të saktë, nuk kanë lënë asnjë lloj goditje që Korabi mund ta kishte shfrytzuar apo ndaj top të dytë të kthyer në zonë të ulur për të bërë në një goditje nga ana e Korabit. Mbrojtja vërtet këtë ndeshje domethënë ka qenë në formën më të mirë. Është vërtet kjo që thot Brendoni, unë shikoj Gift në rritje, gjatë çdo ndeshje është gjithkohës në rritje si lojtar. Dhe shumë i sigurt. Edhe i sigurt. Nuk mund të them të njëjtën gjë për Ramos sepse Ramos atë vazhdon bën Ramos është i provuar, po, këtë ndeshje ishte mirë, këtë ndeshje. Sa Gift edhe të kthehet Vazquez me Dumfur, unë do doja që të vazhdonte të qëndronte në formacion sepse ja çfarë ndodh kur një lojtar rritet. Pra, edhe pse ka ardhur nga moshat, nëse luan, nëse jepi besim, ai shumë shpejt mund të kthehet një pikë e fortë për skuadrën që mund të gjenerojë dhe të ardhura në vazhdim, sepse tani vetëm për këto mund të flasim se mos harroni kështon këtu edhe debutimin e norvegjezit Arflot, pasi mori minutat e parë. Po besoj duhet kohë, nuk arriti të shfaqte atë vetëm, pasi edhe minutazhi ishte disi i limituar, plus edhe terrenin, po shpresojmë, jemi kurios ta shikojmë se jo në një ndeshje në Korçë, duke nisur nga kjo me Apollonin, pasi në pamje të parë duket një lojtar interesant i cili ngjason nga pamja fizike me Alandin, shpresojmë që të gjejë atë kimin e dur me futbollin shqiptar dhe pse jo. Pra, edhe ndonjë norvegjez kishte pasur. Po, kjo është besoj rasti parë një histori që... Rasti parë histori, por me lejoni të them, unë kam bërë një shkrim për këtë futbollist dhe pas 3 ditësh më dërgojnë disa miqtë e mi, një gazetë norvegjeze, shkruante për këtë futbollist dhe theshte suksesi futbollit norvegjez, një futbollist norvegjez në shkruan kontratën e parë profesioniste me Skënderbeu në Shqipëri. Shiko, futbolli norvegjez është një futboll fizik. Okej, është Haaland ishte emri i madh, është Odegaardi ka qenë dikur tek Reali, tek Arsenali, ka dhe pasur edhe disa lojtarë këto 20 vitet e fundit, po le të themi midis atyre vendeve nordike, Danimarkës, Suedisë, Norvegjisë, domethënë Norvegjia gjithmonë ka qenë ajo paksa më e dobta në nivel edhe profesionalizmi dhe niveli. Jo, ju kishte bërë një përshtypje shumë të madhe, thashë ky futbollist është. Ata ju duket edhe çike egzotike Romi, sepse për shembull po ta shikosh Spanja që ka tëra të kampionate sa prodhon Spanja, ka akademi pafund. Çdo lloj futbollisti spanjoll që luan jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Qipron turke, në Malajzi, në këto vendet që janë paksa egzotike që duken atyre kampionate të dobta ose vende të largëta, ata i përmendin dhe ndonjëherë dalin reportazhe edhe në mediat kryesore, kështu që ky aspekt që sapo përmendet ti, besoj unë është paksa i lidhur dhe me këtë pjesë që atyre ju duket diçka e rrallë që një futbollist norvegjez shkon për t'u afirmuar, sa ishte djalë i ri, për të afirmuar në një kampionat si kategoria e parë në Shqipëri. Më bënte përshtypje fakti se theshte në një ekip të madh si Skënderbeu në lidhje. Atë e kërkojnë ata dhe në Google e din kush është Skënderbeu. Si për të mirat, si për të këqijat. Prandaj themi që Skënderbeu e mbas tek lart dhe është emri i madh apo e pandosh. Është një ekip që ka promovuar Shqipërinë në Ligën Europiane. Është nga të vetmet ekipe. I vetmi që ka arritur në fazën në grupe, askush tjetër. Në grupeve 2 herë madje. Do shkojë ndonjëra nga këto këtë vit në Conference League, besoj. Nuk them se është rasti. Ti me Skënderbeu dhe me këtë shkoku dua, unë do shkoj me Fatmir Eficën në një lidhje të drejtë. Ti mbetesh kavaj. Efica mirëmbrëma. Mirëmbrëma Efica. Efica mirëmbrëma, të përshëndes. Ju përshëndes koleg. Gjo, më akuzuan në studio, më thanë ti do shumë kavaj, një më thash, dua shumë Fatmir Eficën. Mund t'jenë të dyja bashkë, por ajo që më pëlqeu në debatin tuaj sonte ishte po them konstruktiviteti i këtij debati, por duhet të mbajmë anën e djemve tan të futbollistëve korçar apo kavajës, sepse pash një debat të ndezur për lojtarë të huaj. Ata kanë meritat e tyre që po luajnë futbollin shqiptar, por kështu duke lakuar... Fatmir, të lutem pak, fiksoj pak telefonin se ka një dridhje, të lutem. Pa fiksuar mirë kontributet e lojtarëve shqiptar që vinë nga fidanishja, nga skuadrat e moshave tona,
nga Skënderbeu 19 që dha një shembull të mirë sezonin e fundit, sepse luajti edhe në Ligën e Kampionëve, madje kreu paraqitje të mira në 2 turet e para. Dhe me Aston Villa, Kjo tregon që para se të kujdesemi për talentet huaj, për futbollistë të huaj që vinë nga anës, nga fundi i botës ndonjëri, dhe pa dhënë ndonjë produkt konkret, të mendojmë, të afirmojmë lojtarë të ri me vlera që Korça dhe Kavaja i kanë pasur me bollëk. Fatmir, ne na thonë, në Korçare na thonë shpesh një lokalistë, por duke se jemi thënë në unison këtë përsa i përket këtij fakti që ne i duam futbollistët tanë dhe duam që të kemi sa më shumë nëpër ekipe. Dhe ju keni plotësisht drejtë dhe unë bashkohem me këtë që ju thatë. Sepse shpesh në analizën tuaj kam dëgjuar thoni që duhet ta ndjesh atë fanel, duhet ta ndjesh fanelën e Besës, duhet ta ndjesh fanelën e Skënderbeut, që të mos kthehemi thjesht në disa roktar që marrin disa lekë, mbaron sezoni dhe më pas largohemi. Ashtu siç e duam edhe ne profesionin ton apo ja? Jo, unë e shoh në një këndvështrim tjetër, sepse po bëhemi një klubet shqiptare, nuk po fus vetëm Skënderbeun tuaj apo Besën time, po në tërësi edhe vetë Superliga shqiptare me heqjen e kufizimit për tuaj ka rënë jashtëzakonisht poshtë dhe ftohja mos shkuarja e tifozëve në stadiume lidhet tifozëve shqiptarë bëhet fjalë. Lidhet pikërisht me faktin se çfarë do shohi. Nuk ka lojtar shqiptar, nuk ka lojtar të atij qyteti. Dhe kjo është një dhimbje shumë e madhe për futbollin në tërësi. Dhe në veçanti për çdo qytet shqiptar që është mburur me ikonat e veta, me traditën e vetë. Fatmir, të lutem, kam në studio Pandush Tasellari, pedagog në Universitetin e Sporteve në Korçë, dhe më thotë që një prej shkaqeve, thot Pandush, apo jo, mos gaboj, është rënja e cilësisë i përket dhe këtij fakti, thot. Jam plotësisht dakord me profesorin, edhe pse me të nuk njihem kështu në mënyrë direkte, e kam dëgjuar dhe do të thoja që do të këshilloja si koleg që të kam, natyrisht për cilësinë e emisionit, për atë që quhet vëmendje në komunitetin sportdashës të Korçës dhe jo vetëm, të jenë sa më shumë zëra të tillë në studion tuaj. I bëjnë nder qytetit, i bëjnë nder sportit dhe vlerësimet dhe opinionet e tyre duhen në mbajtur shënim, do të thoja, nga ata që drejtojnë sot sportin në Korçë, në Kavajë apo kudo tjetër. Fatmir, dëgjoj, me që apo pak të temë, unë e ti një lloj ashtu si edhe kolegët tanë, më beso, kur marr atë informacionin dhe atje duhet të transmetojnë ndeshje me 16 a 14 futbollistë tuaj, nuk e di them çfarë komentator janë, vetëm komentator shqiptar nuk janë dhe edhe embrat i ngatrojmë atje me 7 embra nuk i gjejmë dot se kush është se kush nuk është. Po ju them një fakt, koleg. Po. Vite përpara në statistikat për të huajt i shënoja me një pikë me ngjyrë tjetër të kuqe në këtë rast. Ndërsa tani po shënoj me një rrethim të madh lojtarët shqiptar në skuadrat tona që luajnë, sepse janë fare të pakët dhe me zor dallojnë në këtë lumin e madh të ardhjeve nga fundi i botës. Fatmir, se disa herë flet, studia nuk më lera të thonë kam diçka me Fatmirin, kam diçka të lirë keni Fatmirin mund të. Unë e thashë pak edhe javën e kaluar gjatë bisedës që bëm së bashku. Tani shiko, ekipin e Arsenalit ka vetëm një angles në formacionin e tij, kështu që globalizmi dhe kjo pjesa e këtyre lojtarëve tuaj, lojtarëve me kombësi tjetër do ta shoqërojë, tani nuk e kemi më në dorë më. Iku pjesa e futbollit ton, lojtarëve tanë, kështu që nuk e shmangim dot, kështu që do mësohesh ti qarkosh mire se këta tanë tani, jo ata tuaj. Ju mirë kuptoj. Arsenali ka vetëm një angles atje. Të lutem. Po ata lojtarët e huaj ai ka rritur që në akademi. Po. Ka disa, edhe s'është vetëm Arsenali. S'është vetëm Arsenali. Jo të gjithë. Po. Fatmir në studio zon debatet e thuaj që ti japi të drejtë sepse Arsenali ka rritur në akademinë e vet, pavarësisht se nuk janë anglezë ja thuaj. Asnjëre. Ja ka. Po kë asnjë thom një emër. Po të ka Bayernin, Alfonso Davies që ka. Po Bayernin. Apo ai shtrihet në temë globalizëm. Fatmir janë të shumë këta. Dhe Bayerni 2 lojtar ka rritur në akademinë e vet. Pasha. Po, nuk të gjoj, të lutem pak regjia, se nuk kam zërin e Fatmirit, të lutem. Më ndihmo pak me zërin në studio? E ka blerë nga Akademia e Chelsea-t. Po, Fatmir. Fatmir e kam të vështirë, nuk e di çfarë problemi pati, me zërin kemi me audion, me sa duket në këto momente. Po, mundet ta krijojmë edhe një herë regjia?
duke se ka një problem në këtë çast në studio ose çështje e internetit. Fatmir, nuk e di, falenderoj Fatmir Eficën, ishte një debat shumë i bukur që kishim nisur, por që gjithsesi nëse ta kemi përsëri, mund të tentojmë ose jo ne mundet të vazhdojmë. Tani duket se ky trendi po i ndjek edhe akademit, mos harrojmë pasi një pjesë e madhe e ekipeve të moshave tani janë të mbushura me lojtarë afrikanë. Shikoj Lionel dakord sepse futbolli jemi realist, ndikon edhe një futbolli shkruan bot biznesi. Normalisht do krijoj kushte që të nxjerrë të prodhoj lojtarë sa më të mirë që unë nesër pas nesër të kem të ardhura monetare. Nuk është më futbolli ajo lojë e bukur që shikonim dikur. Sot për sot është sa marr sa jap. Mirë, po dhe mund të them vërtet edhe ligji në Shqipëri është ndryshuar që në kategorinë superiore mund të luajnë edhe 11 lojtarë të huaj. Kjo është thjesht çështje marketingu për të ardhur. Kjo për mas është këtë fare gabuar. Një moment pasi ka Fatmir në li. Po Fatmir, më dëgjon? Unë ju dëgjoj. Po, nuk e di. Ja dëgjojmë shumë mirë. Fatmir, atëherë kalojmë tek realiteti. Çfarë ka ndodhur këtë javë me Besën, një barazim që nuk pritej? Sigurisht nuk pritej, por duhet të thënë që Besa po bën të njëjtat gabime të sezonit të shkuar, po të së njëjtës periudhë të sezonit të shkuar, kur pikët i la me ata që mbyllnin në renditjen, kam parasysh 7 pikë të lëna me Erzenin e Shijakut vitin e kaluar dhe 6 të tilla lënë me Apollonin. Të njëjtën gjë po bën edhe këtë sezon aktual, kur duhet thënë që i nënvlerëson mjaft kundërshtarët e fundit të tabelës, dhe kjo është një smundje e hershme e Besës, madje unë kujtoj vite me radhë edhe në dekadat të tjera, që skuadrat që nxiteshin debutuesit, pikët e para ja rëmbenin Besës. Besa është një skuadër shumë naive te kjo pjesë dhe për te gabimeve të veta, u lën shumë hapësirë kundërshtarëve të përfitojnë nga momenti, sepse përcaktuese në futbollin shqiptar janë momentet kur Besa bën 2 apo 3 fitore rresht, vërtet duket një skuadër tepër e mirë, tepër kompakte, po kur bie në situata si këto të 2 ndeshjeve të fundit, që i ka lënë pikët me Kuksin dhe me luftëtarin, atëherë vetë kuptohet që është një skuadër që në 21 javë ka ndëruar 3 trajnerë, ka plot kontradikta të asaj që quhet ana reale me anën e mos gjetjeve të harmonisë sportive aty brenda në skuadër, mes drejtuesve fillimisht dhe pastaj mes vetë futbollistëve. Kjo besoj ka dhënë ato ndikime që me trajnerë të ndëruar, me një situatë as pak të vënë, do të thoja, në nivelin e kërkuar për një emër të madh siç është Besa në futbollin shqiptar, kjo mendoj se ka çuar në këtë pozitë aktuale që ka Besa, e cila mund të rëndohet edhe më, pra duke mos qenë në 600 e parë, por duke e mbyllur rrezik të vendi i 8, vendi i 9, nëse kam parasysh këtu një ndeshje tepër vështirë që ka në Laç, dhe ku me 70% me sy real, duket që Besa do t'i ketë keq punët në atë fushë tepër të vështirë, sepse Laçi është dhe një skuadër e fortë për hir të së vërtetës. Faleminderit Fatmir, faleminderit për të analizë dhe për të debat që zhvilluam së bashku në studio. Natyrisht debati jo do të vazhdoj, analiza jo do të vazhdoj deri në fund të këtij sezoni. Faleminderit Fatmir Efica, na të uroj një natë mirë. Faleminderit ju. Sukses të Skënderbeut. Faleminderit. Po diskutuam gjithsesi, besoj se pak a shumë me gjithë të ftuarit deri në këto momente, pasi kemi të ftuar të tjerë që do të vazhdojnë më tej, por duket sikur krijuam tani një tablo se çfarë ndodhi këtë javë. Do të qëndroj pak tek Pogradeci. Petrika. Më shumë se sa te Pogradeci, unë do të qëndroj te Apollonia, e cila do të vijë në Kosh javën tjetër, dhe unë jam kurioz të shikoj lojtarin Umajego dhe pse e kam parë, si dhe ai nuk e kuptoj kur ti ke një futbollist i cili luan në kategorinë e parë, pse kërkon të shikosh futbollistë të tjerë të huaj kur ai është një super lojtar dhe më beso Romi që është më i miri jo vetëm në kategorisë të parë, por mund të them edhe në superiore. Po do të thosh ta kish marrë Skënderbeu. Prandaj po them që mund të kishte bërë një ofertë, një diçka ndan te kartoni siç i bëjnë këto tonat. Se nuk blen dot blerje. Pasi momentalisht lojtari ka firmosur një parakontratë me ekipin e Teutës dhe ky pezullim 4 mujor erdhi për shkak se nuk dëshironte të rinovonte, pra që klubi të mund të shise dhe kësaj erdhen dhe këto masa dëshkimore. Besoj se edhe klubi Skënderbeut mund të ketë shfaqur interes, por
nuk mund të rivalizosh me pjesën e ekipeve superiore për ta joshur lojtarin që ta afrohet si futbollisti i lir. Qof nga paga, por edhe nga... Diskutojmë ne rivalizimin me Teutën e Durrësit, domethënë, ne duhet t'i vëmë pikat bi Skënderbeu, duhet ta sqaroj situatën. Teuta është ekip Superligë. Shiko rivalitetin e A ekipit. pretendojmë ne vitin tjetër të jemi ekip spektakolar? Pse me atë lojtar do vetë spektakolar? Po të them që është një element interesant, mund t'ia vlej. Shumë interesant dhe ai mund t'ia vlej për të ardhmen. Absolutisht. Tani Skënderbeu, Skënderbeu, po të them situatën që kemi ne momentale, ne duhet të tregonim që ishim më të fortë se Teuta e Durrësit në këtë rast. Po për këtë sezon nuk e merje dot, pasi klubi i Apolonis vendosi vetën që o do ta diqte në tribun ose... Mirë, shiko, Erik Sevi, sepse shiti Trifonin tek Teuta mbeti pa sulmues dhe Apolonia rezikon të luante me 16 vjeçar në sulmues. Jo mos e diqni, po nuk dek unë Gjergj Vyshkën. Romi përpara... Gjergj Vyshka mirë mbrëma. Nuk e dek Vyshkën. Patjetër. Gjergj Vyshka mirë mbrëma. Ajo që blihet, ajo që blihet me para, blihet me shumë para. Kështu që ajo që nuk blihet. Ajo që nuk Skënderbeu në ato kushte. Po ashtu ore, Skënderbeu do të bëhet vitin tjetër ekipi Ti mendon se me këtë lojtar do të bëhet Skënderbeu? Ore, nuk po thotë që ai nuk po thotë që ai lojtar do bëj namin. Se bëhet fjalë ky lojtar në 50 apo 100.000 euro. Shiko, me klubin e Apolonis mund ta negociojnë, ai thot për shembull mund ndajmë pjesën e kartonit e ato ka mënyra, nuk është halli aty, po që thjesht momenti i afat shkurtër interesit, drejtuesve nuk ja u ka mbushur mendjen dhe bësh okay. Normale, nuk është era e parë që ndodh në një operacion merkato, si ky ka qindra që Po sa kemi negociuar në këtë lloj forme? Atëre, kalojmë pak te Pogradeci. Sa i përket Pogradecit ishte një rezultat surpriz, pasi edhe afrimet e fundit në merkato duket se vetvetiu e rritën atë stekën e liçenorëve për të qenë ai ekipi i cili do të rivalizonte qoftë me Skënderbeun por edhe me Laçin, por duket se nuk pati atë kompaktetin e dur për sa i përket qoftë këtyre lojtarëve të rinj që u vunë në dispozicion të trajnerit, por edhe pjesa e taktikës, duket se Pogradeci vuajti më shumë se nga i kishte menduar në këtë transfer delikate ndaj Apolonis. Okej, atëre nga kategoria e parë kalojmë tek kategoria e dytë. Kanë qenë dy rezultate të kësaj jave, aty ku Devolli ka barazuar një transfer të Meshkumbinin, një pikë që në ndeshje transferte natyrisht quhet pozitive dhe e mirë, por në tjetër kohë ka qenë një rezultat me humbje për ekipin e Maliqit me rezultatin 4-0 me ekipin e Delvines. Po e filloj nga takimi i përballjes me Shkumbinin Pandosh. Devolli. Po ta shikosh nga rezultati dhe nuk do ta quaja disi korrekte rezultatin, duke baraspeshuar cilësitë e ekipeve në momentin aktual. Por duke parë se unë isha prezent në stadium atë ditë dhe pash ndeshjen, mendoj se është një rezultat i merituar për të dyja ekipet, duke parë dhe rastet e shpërdoruara nga ana e ekipit të Shkumbinit, si dhe rastet e shpërdoruara nga ekipi Devollit. Marrë shkak të them... Padosh, të më falësh një moment, veç që më kujtove dhe unë do të vlerësoj shumë atë atmosferë që është në Peqin, do në ndeshje korekte, përsa e përkete, por ajo Petrika që më bëri për shtetë, kishte të bënte me faktin sepse shumë në Peqin në ndiqnin dhe unë i përshëndes sot, këtu nga Korça, nga studia jonë, i përshëndes dhe thanë e ndjekim Studio Sport në RTS Korça. Pra duket se ndiqet kudo. Edhe ne, unë emër të kolegëve gjej... Të them edhe be edhe premisa në tash të them. Po, gjej mundësinë që ti përshëndes të gjithë, sepse është e vërtet kjo dhe emisioni sport dhe emisioni tash të them e sport. Që nga pjesa e telefonatave ka një dëgjueshmëri dhe një shikueshmëri të lartë dhe ne po e vëmë re këtë gjë dita ditës emision pas emisioni dhe ja ku ju i keni marrë edhe drejt për drejt ato komplimentet. Kështu që përshëndesim të gjithë që na dëgjojnë dhe shpresojmë që na vazhdojnë të na ndjekin edhe në por do të jemi edhe ne në lartësi. Po patjetër, po se jemi në lartësinë e dur, prandaj vin gjithë. Prandaj na duan. Po. Padosh fal, mund të vazhdoj. Marrë shkas të jap meritat edhe portierit Beqiri, që pavarësisht se ishte gabimi i tij në atë penalltit edhe në kundër ekipit Devollit, e shfaqsoi veten duke e pritur po atë penallti.
Kaq mund të them. Duke sikur gara është bërë fort edhe në këtë grup me përjashtim të 2-3 ekipeve të kreut. Jo, doja të thëj që është ndarë 5 vendet e para me 4 vendet e para janë. Luftojnë për një vend, të gjithë ekipet luftojnë për vend ose të gjithë luftojnë të mbrojnë për të mos rënë nga gara. Nga vendi 11 deri në vendin e 5 janë me 3 pikë. Të bëjnë një lloj konstatimi. Eshi mori Kumin, i cili është ekipi pretendent. Dhe Butrinti janë 2 vendet e para. Okej. Pastaj heqim edhe këto B Partizani B Bylis B. Unë mendoj që nëse bën një paralelizëm, Devolli duhet të jetë patjetër në vendin e tretë në këto momente në bazë të lojtarëve që Devolli kanë përberje. Domethënë ata lojtarë që ne i njohim, Peçani, Kaplani, Beçka, pra lojtarë të cilët unë jam me këtë që duhet të bëjnë diferencën, sepse gjithmonë më shumë ka një largim ose një ftohje të tifozërisë devollite që e ka vënë re sa herë që shkoj. Pra nuk kanë më besim pavarësisht se klubi po bën më të mirën për të shkuar në ato. Më thënë, si është zgjidhja, ku çalon problemi, kjo është ideja. Jam dakord me ty, po këto përforcime që ti sapo i përmende kanë erdhur fazën e dytë. Madje do citoja Beçkën dhe Hasaj që kanë erdhur as para njave, sepse sa kaluan në dokumentacioni. Madje Hasaj nuk ishte erdhur akoma në ndeshjen e parë të fazës së dytë. Me Delvinën po. Se di pse në fillim të sezonit më ngrohu ekipi Devollit, pra prisja isha shumë entuziast që do të ishin në vendet e para, vendet e dyta. Tani përsëri dua që të jenë në vendet e para, vendet e dyta. Është distanca e pikëve është e madhe me vendin. Momente krize ka pësuar çdo ekip në botë, jo më në Shqipëri. Mund ta shohim këtë vit që ka qenë një moment krize. Në vitin e 6 që ata tifozë nuk po marrin atë që duan nga ekipi Devollit. Unë kjo e kam. Varet e çfarë duan, sa ata mund duan ta shohin edhe Devollin në Champions League. Jo, mund po themi kategori të parë se s'po kërkojnë. Pse ka që thjesht është kategori e parë? Të ftoj këtë javë. Sa vite ka Orikumi që tenton kategorinë e parë? Dhe me çfarë shpenzime të jashtëzakonshme? 4 vjet po. Sa vite ka Saranda që tenton kategorinë e parë? Ajo ka shumë, ka janë 20. Madje janë shpenzime që ti ketë pasur Devolli ato shpenzime. Financiare shumë të mëdha, se krahasohet Të flisnin për superiore sot, jo për kategoritë parë dhe të dytë. Ndërkohë që të mos harrojmë të ftoj që këtë javë luhet një ndeshje shumë e bukur. Devolli Partizani B. Ose mund të jetë Partizani. Ja më Partizani B në kështu. Këto ekipet B Romi. Por Devolli mos bëj një gabim, mos shtyjë ndeshjen. Se të diele luhet derbi ndërmjet Partizanit dhe Tiranës, mos gabojnë në Super League dhe mos jap shansin për të marrë lojtarë nga Partizani, ha? Varet sa ndërhyrje të forta do jenë. Ndeshje se luhet Devolli luan para derbit. Jo, varet kush ndërhyn. Shiko Romi, Partizani B dhe Bylis B i ke jashtë gare për të ngjitur lart. Do ikin. Jashtë gare i kam këta, po nuk kam gjesh Vyshkën jashtë gare. Çfarë kishe jashtë gare, kështu është. Vyshkë mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma dhe stuarve. E di që ke shumë punë, jeni shumë të ngarkuar, janë lojrat olimpike dhe duket se ju ka marrë pak ngarkesë kjo punë. Vyshkë, ne i bëm pak a shumë një analizë. Po, kam probleme me audion, përsëri duket se kam probleme me audion në këto momente. Gjithsesi, le të presim pak çaste. Po, Pandush. Po flisnim për ditën e ndeshjes. Po. Jo, unë po thoja për Partizani B edhe për Bylisin B. Ne në fillim i pam që ato morën ato fitore, po jo, Partizani B dhe Bylis B ka ardhur një moment. Jo. Po 3 pikë diferenca. Diferenca e pikëve nuk është shumë larg nga Kreu. Nuk do luftojnë më për asnjë gjë, do bëjnë destinacion. Atë nuk e di ashtu. Po nuk do shkojnë në kategorinë e parë. Ato po luftojnë. S'ka as edhe një Leverdi që Bylis B. Po mirë, mos themi ne Petrika. Shkojnë në kategorinë Petrika themi ne. Jo, unë po themi ne. Po lejojnë me rregull. Ish Partizanin B dhe Bylisin B, ngjitet Devolli. Këtë dua unë, këtë po të them. Bylis B, Partizani B, të dyja ekipet nuk ti kesh kategorinë e parë. Me garanci 100%. Atë nuk e di më, atë nuk e di. Marshka mund të heq Bylisin sepse është në momente kritike dhe mund të bjerë, kurse Partizani është disi më lart. Po di të them këtë. Janë ekipe që e thash dhe pak më përpara që e kanë kthyer klubin në një formë biznesi.
dhe ku do ketë më mirë ai se sa ti promovoj lojtarët e rinj në kategori të parë. E ka kategoria e parë këtë infrastrukturën e dur që të promovohet, ne po vuajmë. Ka byli si ka se aty ku ka byli si na ka bë. Partizani televizive po flas. Ti ka, ajo ndodh trampolinë se nuk po themi që nga kategoria e parë tash është trampolin nga ekipi B. Logjistika mungon tek ekipet, nuk e shikon dot ndeshin. As ti po më kupton ku e kam fjalën. Ti nuk e shikon dot ndeshin, unë e quaj trampolinë nga ekipi Partizani B supozohet e marrë te ekipi Partizani A dhe aty është trampolina. Dhe në kategorinë e dytë po nuk është i njëjti nivel kampionati. Kategoria e parë është profesioniste. Patjetër. Ndërsa kategoria e dytë mund të jetë profesioniste, po ka dhe unë e quaj semi profesioniste, po jo si kategori e parë, ka më shumë profesionalizëm. Po dakor. Në kategori të parë. Po unë atjeri si lojtar motika, nuk e ri në kategori të dytë. Me ato terene që janë. Në kategorinë e dytë, se në kategorinë e parë nuk e shik prap e ke të njëjtin publicitet. Po jo, nuk është një lloj. Nuk po pretendoj që ta marr tikën dhe ta shes nga Partizani B në Australi, po e supozoj si shembull. Po pretendoj që tikën ta rrit në ekipi B, në kategori të parë dhe ta marrë në ekipi A. Atje e kam. Ekipi A e merr dhe që nga kategoria e dytë lojtarin. Po jo, është shumë e vështirë. Është distinguohet shumë. Absolutisht. Atëherë të kalojmë pak tek Maliqi. Fare më fushat që luajnë ata janë edhe këte. Maliqit ka bërë një nisje jo të durë të vitit kalendarik, pasi humbja Javë parish pushim, kjo ishte javë parish të pushim, kjo ishte ndeshje e parë për këtë vit, një humbje 4-0 natyrisht që e fut ekipin në një ngersh psikologjik për sa i përket të kësaj luftës që në këndvështrimin tim do të jetë një luftë e ecshme për sa i përket play-outit dhe duke nisur nga ky dueli i radhës me Shkombinin që nga vendi 5 po themi deri në vendin e parafundit do të jetë një rivalitet. Tonë Këlqyra e ka vlerë biletën. Po, diferenca e pikëve e disfavorizon Këlqyrën, ndërkohë që ma bit fakti që skuadra nga kryeqyteti Eagle ka arritur të hyrë fuqishëm në garë. Këtë e tregoj nga barazimi në transfer ndaj Orikumit dhe do të jetë natyrisht e fortë, po duke i shtuar dhe fitore me Partizanin B dhe besoj se ekipe me traditë si Shkombini, Tomori, Shtoktu Devoli, Maliqi, por edhe Eagle do të jenë gjatë gjithë kohës duke luftuar për vendin e play-out. Ndërkohë që Petrika i jep edhe një shansë do ikë edhe të dyja, kështu që të vazhdojnë të luftojnë se ka vende. Po, ja këtu do të thoya vërtet Eagle është për të patur frikë në këtë kategori sepse është ekip që nuk ka lidhje me këto bet. Domethënë pra është një ekip i investuar në mënyrë private. Po jam dakord me ty, madje tani në merkaton e janarit në dinin time ata kanë bërë goxha afrime cilësore. Po. Dhe nuk ishte rastësi fitoria me Partizanin dhe barazimi me Orikum. Pra Devolli, Eagle të gjiten sepse do bjerë Bylis dhe Partizani dhe këtu do jemi javë pas jave. Okej, do shikojmë javë pas jave se do të ndodhë, por le të kalojmë çfarë ka ndodhur me voleybollin. Ka qenë një ndeshje e bukur, po Gradeci Skënderbeu në voleyboll për femra. Regjia më ndihmo të lutem me kronikën. Po Gradeci fiton derbin e Juglindjes në Superligën e volejbollit për femra, duke mposhtur Skënderbeun me rezultatin 3-2, në një ndeshje të fortë dhe të luftuar deri në pikën e fundit. Skuadra pogradecare tregoi karakter dhe qetësi në momentet vendimtare, duke përballuar presionin e një përballje direkte dhe duke siguruar një fitore me peshë për ecurinë e kampionatit. Lojtaret e Pogradecit u shprehën të kënaqura për suksesin, duke theksuar se ekipi është tashmë i ambientuar me ndeshjet e forta që shkojnë në 5 sete. Është kënaqësi të luash ndeshje të tilla. Janë përballje që të detyrojnë të jesh maksimalisht konkurruese dhe të përballesh me skuadra që të sfidojnë realisht. Kemi luajtur shpesh sete të pesta dhe kemi bërë një punë të mirë në to. Ndaj jemi ambientuar dhe arrim të rrisim nivelin e lojës në momentet vendimtare. Aktualisht po luajmë në një nivel shumë të lartë dhe e dim se kur jemi në formën tonë më të mirë, është shumë e vështirë të na mposhtin. Që nga fillimi arritëm të imponojmë lojën tonë dhe kjo na ndihmoi të merrnim fitoren. Edhe energjia dhe bashkimi i ekipit ishin vendimtare. Tani duhet të vazhdojmë përpara, pa u ndalur në gabimet apo në frika e humbjes, por duke u përqendruar tek loja jonë.
Besoj se kemi ende mundësi të imponojmë edhe më shumë lojën tonë. Objektivi ynë është i qartë, të shpallemi kampione. Nga ana tjetër, për lojtaren e Skënderbeut, Irsa Metanj, përballja ishte mjaft e vështirë. Ajo pranoi se ekipi korçar është në proces ringritjeje, me një grup të ri lojtaresh, dhe se në këtë ndeshje fitoi skuadra më e mirë. Gjithmonë ne vim për fitore, edhe gjithmonë jemi me kokën para duke thënë që po ne do fitojmë, ja dalim, edhe pse kemi nisur si një ekip i ri me terat vogla. Edhe shkojmë edhe me ekipin që është në vend të parë, mund të luftojmë edhe jemi akoma shumë mirë. Për mendimin tim ne kemi bërë lojë shumë të mirë, edhe mendoj se mund ishte favori i fushës, i tifozave, por që mendoj se edhe ato kanë bërë ndeshje shumë të mirë edhe ne ndeshje shumë të mirë, po në fund fiton më i miri. Me këtë fitore në derbin e Juglindjes, Pogradeci vijon marshimin drejt objektivit madhor të sezonit, duke dhënë një mesazh të qartë për rivalët se mbetet një pretendente serioze për titullin kampion. Pogradeci për titullin kampion, por mos harroni, atje është edhe Skënderbeu. Është atje në vendin e 4. Një vend i 4 pandosh i bliduar për ekipin e Skënderbeut dhe duket sikur tani do të jetë Pogradeci, Tirana, por e pse jo, edhe Skënderbeu pretendent pavarësisht këtij rezultati 3-2. Si do duk edhe Dinamo? Si do duk ky rezultat 3-2? Unë kam thënë në fillim që ekipi Skënderbeut në volejboll nuk është se si ka shanset për ta tentuar dhe më lart. Madje mund të them që është ekipi i vetëm që i ka shkaktuar, i ka për më tepër probleme ekipit të Pogradecit, që mund të them që për momentin është ekipi më i mirë në kampionat. Mos harroni ndeshje me kupën me Dinamo. Domethënë që edhe Dinamoa ishte një, domethënë Dinamo pati një pa riformatimi tani pas asaj goditjes. Dinamo pati ca probleme të brendshme që neve nuk i dim qartazi se si janë. Sa i kemi diskutuar, por që gjithsesi nuk mund të kthehemi. Si dim tamam se si janë. Okej, por le të mësojmë se çfarë di tamam Orsi Axhillarit, cilën e kam në linjë të drejtë për drejtë. Orsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, përshëndetje të ftuarve që keni në studio. Mirëmbrëma. Të përshëndesin dhe miqtë e mi që kam në studio, dhe ti natyrisht je mik i emisionit ton. Me të vërtet në emocionoj ajo ndeshje, 3-2. Keni qenë shumë pranë, apo shumë më afër fitores? Apo shumë pak larg? Shiko, mendoj që tani tashme nga të gjitha ekipet që janë në mbi Skënderbeu në renditje, na ndan një fije shumë e hollë. Nuk e di, do mundemi ta kapërzejmë këtë fije që radhës tjetër bëhet 3-2 për Skënderbeun, po besoj se jemi shumë afër. Edhe siç e kam thënë edhe në fillim, ti e di shumë mirë që ne jemi këtu për të luftuar, pavarësisht vështirësive që kishte ky vit. Edhe fusha e tregoi që ne mund të përballemi me këtë çdo ekip, edhe me Pogradecin dhe brenda në Pogradec. Jo, më pëlqen ajo shpreha që ju përdorni shpesh, këtu është Skënderbeu, mos e harroni. Dhe do të jetë për të tëra këto ekipe ndofta përcaktuesi se çfarë do të ndodhë, apo ja? E kam thënë që në fillim që kur ekipi nuk kishte asnjë lojtarje në përbërje, vetëm lojtarë të vogla, dhe po e them edhe tani që ekipi ka marrë formë, kështu që ne jemi këtu. Kampionati është i gjatë, play-offi është i gjatë, edhe pse jo unë mendoj që ky kampionat do ketë dhe surpriza. Kur thoni surprizë, kë keni parasysh? Për të gjithë katërshën e parë. Jo vetëm për Skënderbeu, jo vetëm për Skënderbeu. Kështu që mendoj që është luftë e hapur, nuk mendoj që është e mbaruar. Orsi, tashmë jemi drejt përfundimit të merkatos apo janë mbyllur merkatot me gjitha ekipet dhe çfarë keni vënë re tek ekipet e tjera tek kundërshtarët tuaj? Jo, merkato tani ishte mbyllur, domethënë asnjë ekip nuk mund të marrë lojtare, domethënë merkato ishte deri në 31 janar. Edhe në katërshën e parë është forcuar Dinamoja, është forcuar Tirana, është forcuar dhe Pogradeci. Të gjitha këto nga një lojtare tuaj, kurse Skënderbeu është përsëri me grupin që ka. Kështu që kjo fazë premton rivalitet dhe spektakël. Kur thoni rivalitet dhe spektakël, do të kemi dhe rivalitetin e pikëve këtu? Rivalitetin e pikëve, rivalitetin e play-offit, mbas 3 ditësh fillojnë dhe gjysmëfinalet e kupës, ku është Pogradeci Dinamo në Tiranë dhe Skënderbeu Tirana në Korçë, ditën e mërkurë në orën 6, ku dhe Sportdarsi ti ftoi, sepse është një ndeshje shumë e fortë dhe Tirana një ekip shumë i konsoliduar dhe kampione në fuqi. Kështu që tani kampionati dhe kupa premton vetëm spektakël. Ndeshje vërtet për të parë me kënaqësi.
Jo, Olsi ti me realisht më pëlqeu kjo që ju thatë, nuk thatë që ajtë ashtu Skënderbeun, por më pëlqeu fakti që do të kënaqeni, do të ketë rivalitet, do të ketë cilësi dhe kjo e tërheq edhe më shumë spektatorë dhe le të fitojë ajo që është më i miri. Ne për këtë vuajmë Olsi si spektator, ne duam të shikojmë ndeshje, duam të kemi emocion. Natyrisht, na tërheq pak nga vetja, por që gjithsesi kjo është shumë pozitive dhe pëlqen ky fakt që ju doni t'i mbani përsëri ata sportazësh në pallatin e sportit. Sa vlerë ka për ju kjo pikë që keni marrë ndaj Pogradecit? Aktualisht Skënderbeu ndodhet në vend të 4 dhe në 2 ndeshjet që ne jemi ndeshur me Pogradecin, kemi marrë 1 pikë në Korçë dhe 1 pikë në Pogradec, që kjo do të thotë shumë për ne si ekip të ri që jemi. Dhe shpresojmë që në renditje të kalojmë dhe në vendin e 3, por kjo në bazë të pikëve Tirana që është mbi ne momentalisht është 21 pikë dhe 24 pikë Dinama dhe Pogradeci që besoj janë më të vështira për të arrirë. Kështu që objektivi brenda 4 është i arritur, po pse jo dhe vendi 3, por të shohim, nuk është e thjeshtë vendi 3, megjithatë ka që është brenda play-offit dhe brenda objektivave tona. Sa kërcënojni nga vendi 5, apo nuk e ndjeni këtë kërcënim? Vendi 5 është Partizani që aktualisht është 7 pikë larg Skënderbeut. Që mund të thuhet është e mbyllur. Po është një ekip për të patur respekt, edhe është një ekip që është përforcuar dhe me 2 lojtare tuaja, po mendoj se pak a shumë vendi 4 është i konsoliduar. Jo i përfunduar, por i konsoliduar. Besoj se është tepër i arritshëm. Kishte shumë skeptik, orsi që mendoni se ky Skënderbeu do luftonte për mbijetesën, por ja, duket që jemi përsëri atje në atë 4 dhe natyrisht kjo është merite e vajzave dhe e juaja, të cilët kanë punuar fort, por mbi të gjitha kanë besuar. Faleminderit Orsi Axhillari për këtë bisedë që patëm së bashku në studio dhe u do të bëj thirrje gjithë sportazëve të tjerë pallatin e sportit Skënderbeu i vajzave ka nevojë edhe për ju. Faleminderit Romi të pres të mërkurë. Patjetër. Ju pres të gjithëve të mërkurë. Patjetër, do të jemi atje, por kur themi në studio do të fillojnë ato kritikat, jo 4 kështu, jo 2 kështu, jo se organizova mirë këtë pastaj. Kritikat gjithmonë janë të bëjnë që të ecësh përpara, kështu që faleminderit, natë mirë. Ishte trajneri. Ndërkohë Panush, ke diçka për të thënë për voleybollin? Voleybolli Vendi 4 konsoliduar, ishim skeptika, drejt me thënë. Po të kemi pas në kohë ato emisione që janë bërë në fillim, cila do jenë fatet e Skënderbeu, si do jetë organizimi dhe realisht tani të bënd të ndjesh mirë, merita absolute i takon stafit për menaxhimin e shkëlqyer që i kanë bërë ti grupi dhe është një shembull jo vetëm për pjesën e volejbollit, po për çdo sport që nëse është ajo fryma e dur e bashkëpunimit, pavarësisht problemeve apo financave shpeshherë jo të shëndosha, mund të arrijë një produkt që në fund të kënaq sportdashësit në çdo lloj fushë. Ndërkohë, Brendon, volejbolli i veshkujve humbet nga fiton Erzeni 3-2. Po, një disfat do të thënë pak sa e papritur, një rival direkt, pasi me Erzenin ishim shumë afër me pikë në renditje. Dihet që tek volejbolli meshkull e Partizani vazhdon atë diktaturën e tij siç ka vazhduar sezonet e fundit dhe në këtë sezon është në vend të parë në renditje dhe Skënderbeu ka një rënje në fakt, duke parë vitin para 2 vitesh e nisi një rrugtim të mirë pozitiv, ju afrua në play-off në finale. Edhe ekipi, erdhën disa lojtarë të rinj, kështu që ata duan patjetër kohën e tyre. Por ja forcuar edhe ekipet e tjera. Patjetër s'ka ndajur në vend numëror. Normalisht as tek femrat as tek meshkujt të gjitha skuadrat ndryshojnë. Këtu tek ne ndryshojnë edhe në janar brenda një muaji në shumë, jo më brenda një sezoni. Kështu që Skënderbeu të paktën në raport me vitin e kaluar që ishte vendi i dytë pa diskutuar dhe finalja me Partizanin që e pa diskutuar që në fund ato do ta ndanin titullin kampion, pastaj kuptohet për çështje cilësie dhe aftësisht teknike më të mira arriti Partizani në fund ta ngrejë trofeun. Por këtë sezon prisnin përsëri të paktën Skënderbeu të vazhdonte në atë rrugtim ose të ishte në vendin e tretë. Ka një farrënie për momentin, shpresoj ta rikuperojë në ndeshjet në vazhdim. Edhe ky problemi i pallatit, i stërvitjes, janë të gjitha këto janë e vërtet mbas e ndikon edhe pjesa e infrastrukturës deri diku, megjithëse ndryshe nga basketbolli, për shembull volejbolli po i luan ndeshjet në kort, se basketbolli po i luan Pogradec. Dhe ndërkohë edhe basketbolli meshkujve fitoi ndaj Elbasan në transfer, ka qenë një transfer 101 në Mosgaboj. Por ne në fund të rubrikës do të kalojmë tek një kronikë dhe kjo i përket lojrave olimpike dimërore. Lojra olimpike të bukura Panush. Olimpizmi gjithmonë, shumë mëshmëri sportesh, shumë disiplinë, gjithmonë ngelen të bukura. Panush Axhillari, faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Brendon,
Faleminderit. Ildi? Faleminderit. Drika? Faleminderit. Falënderim kredi veçantë shkon për kameramanët dhe teknikët që punuan me mua në studio me lidhje të shumta të drejtë për drejta që kishim në emisionin e sotëm. Por gjithsesi, falënderimi shkon për të gjithë ju që qëndroni besnik rreth të Korçës dhe emisionit Sport. Nga unë Romeo Zinzifi, këtu ju uroj një natë të mirë dhe mirupafshim javën e ardhshme.